Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Është mbajtur ceremonia lansimit zyrtar të kërkesës për propozime për ankandin e parë konkurrues për energji me erë me kapacitet të synuar deri në 100 MW. Në këtë ceremoni u tha se ky ankand do të sjellë më shumë prodhim vendor të energjisë, më pak vartësi dhe nga importi dhe çmime më të përballueshme për qytetarët. Sot me publikimin e kërkesës për propozime, çojmë përpara dhe ankandin e parë të erës, një proces konkurrues për kapacitet të synuar deri në 100 MW me skemë mbështetëse 15 vjeçare. Ky ankand do të thotë më shumë prodhim vendor, më pak varësi nga importi dhe çmimi i energjisë më i përballueshëm që rrjedh nga konkurenca e drejtë në mes të kompanive që tashmë janë kualifikuar. Me nisjen e fazës së dytë të ankandit të parë për energji nga ajri, po bëjmë hapin e parë në drejtim të një sistemi energjetik më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Ofrohen deri në 100 MW të kapacitetit energjetik, një shkallë e cila do të ndikojë në varfshmërinë e Kosovës për energji të krijuar ndryshe. Është hera parë që kemi një ankand me erë, një projekt relativisht kompleks, mirë po që është bën shumë në të botës, se kemi bën shumë në të botës IFC dhe pse mos me bëhet edhe në Kosovë. Kështu që jemi shumë krenar për këtë. Projekti, siç e dini, është deri në 150 MW, që është faza e parë. Kemi 3 konkurrues të cilët do të ofertojnë dhe jemi shumë kënaqur që kemi pas me shpallën e parë kemi pas 3 konkurrues që kanë kualifikuar, të gjithë me përvojë të shkëlqyeshme dhe besoj që kanë pas edhe oferta shkëlqyeshme. Ankandet mund të zhvillohen në 2 faza, me një fazë të vetme dhe me 2 faza. Procesi i ankandit konkurrues për erën është zhvilluar në 2 faza. Faza e parë është lancuar në dhjetor të vitit 2024 dhe është përmbyll në shkurt të vitit 2025, ndërsa në prill të vitit 2025 kemi pas 3 investitor të kualifikuar. Tash jemi në fazën e dytë, është faza e propozimeve, e cila sot shpallet dhe do të vazhdojë deri në muajin maj të vitit 2026. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës u ka bërë apel bizneseve që të ndalojnë çdo rritje të pajustifikuar të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Sipas një njoftimi, autoriteti çdo marrëveshje apo veprim i koordinuar që rrit artificialisht çmimet përbën shkelje të rënd ligjore dhe sanksionohet. Ata njoftuan se inspektorët do të jenë çdo ditë në terren gjatë muajit dhjetor për ta monitoruar tregun në të gjitha qytetet e Kosovës, ndërsa qytetarët ftohen të raportojnë çdo dyshim për abuzim me çmime. Nesër zyrtarisht nis fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. RTK nga nesër e deri më 28 dhjetor, përveç lajmeve nga premtimet e partive politike, do të mbulohet edhe me program ditor, debate dhe analiza zgjedhore, si dhe intervista me liderët e partive politike dhe kandidatët për kryeministër. Fushata e cila zyrtarisht nis nesër do të zgjas deri më 28 dhjetor, kur edhe do të votohet për ta zgjedhur legjislaturën e 10. Ministria e Drejtësisë thotë se ja ka kursyer mbi 235 milion euro buxhetit të Kosovës nëpërmjet mbrojtjes në arbitrazhet ndërkombëtare dhe në kontestet e ndryshme juridike brenda vendit. Kjo ministri thotë se ky angazhim është në funksion të mbrojtjes së interesit dhe dinjitetit të shtetit. Ambasada e Shteteve të Bashkuarat Amerikës në Kosovë ka uruar majoren e policisë së Kosovës Luljeta Mehmeti Quigley për diplomimin në sesionin e 296 të Akademisë Kombëtare të FBI-s në Virginia. Ambasada ka bërë të ditur se majorja Mehmeti Quigley është bërë oficerja e 10 nga Kosova që përfundon këtë program prestigjioz i cili konsiderohet ndër trajnimet më elitare për zyrtarët e zbatimit të ligjit në nivel global. Në mesazhin e saj, ambasada e SBA-s ka ritheksuar përkushtimin për ndërtimin e institucioneve të sigurisë më të sigurta dhe më të forta në Kosovë. Drejtues të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës
kanë udhëtuar drejt Brukselit, aty ku janë bërë pjesëmarrës të trajnimit të përbashkët të organizuar nga Instituti Sindikal Evropian dhe Komiteti Sindikal Evropian për Arsim. Ymer Ymeri, sekretari përgjithshëm i Së-Bashkut, ka thënë se trajnimi me temën inteligjenca artificiale, barazia dhe gjithë përfshirja në arsim, ndërtimi i veprimeve sindikale ka për qëllim forcimin e kapaciteteve sindikale për të adresuar sfidat dhe mundësitë që sjell përdorimi i inteligjencës artificiale në arsim me fokus në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të arsimit dhe në parandalimin e diskriminimit. Pjesë e këtij takimi është edhe përfaqësuesja e Sindikatës së Pavarur e Arsimit në Shqipëri, Matilda Zani. Disa emaila të nisur në drejtim të shtetarëve të Kosovës për kinse thirrje gjyqësore i ka demantuar Policia e Kosovës. Në një komunikat për media, policia ka bërë të ditur se emailat e emërtuar si thirrje gjyqësore të lëshuar kinse nga institucionet e sigurisë së Kosovës nuk janë dokumente zyrtare dhe nuk janë lëshuar nga Policia e Kosovës. Policia në bashkëpunim dhe bashkërendim me organet e drejtësisë pas sigurimit të informacioneve rreth përsëritjes së qarkullimit të emailave të tillë, po kryen hetime intensive duke angazhuar njësitë kompetente policore me qëllim të hetimit, verifikimit dhe zbulimit të kryerësve të kësaj vepre penale, thuhet në njoftim të policisë. Ndërkohë, 2 raste të tentim vrasjeve janë regjistruar në Prishtinë dhe në Partesh. Sipas njoftimit të lëshuar nga policia, 2 persona të panjohur kanë hyrë në oborrin e një qytetari dhe kanë shënë me armë zjarri në drejtim të shtëpisë së tij, ku disa preda kanë depërtuar brenda dhe kanë dëmtuar disa mobile shtëpiake. Në vendin e ngjarjes thuhet se janë gjetur dhe sekuestruar 27 gëzhoja. Teksa për rastin në Partesh është thënë se pas një mosmarrveshjeje, 2 persona janë përfshirë në konflikt fizik, ku kanë pësuar lëndime të rënda trupore. 2 të dyshuarit janë dërguar në spital dhe gjendën nën masën e ndalimit policor dhe nën mbikëqyrje të zyrtarëve policor. 6 persona janë arrestuar mbrëm në komunën e Obiliqit në ndyshimin për dëmtim të varrezave dhe kufomave. Policia e Kosovës ka njoftuar se rasti ka ndodhur në fshatin Plemetin. 5 nga të arrestuarit janë të mitur dhe dyshohet se kanë qenë të përfshirë në rast. Të gjithë të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Futbollisti Armend Thaçi është vlerësuar nga Federata e Futbollit të Kosovës si më i dalluari i javës së 17 në Superligën e Kosovës, duke marrë çmimin Ylli i javës. Federata e Futbollit të Kosovës ka vazhduar me ndarjen e çmimit tradicional Ylli i javës, i cili i takon futbollistit më të dalluar të Xhiros në Superligën e Kosovës. Për javën e 17 të këtij edicioni, ky vlerësim i është ndarë futbollistit të Gjilanit, Armend Thaçi. Thaçi u veçua me paraqitje shumë të mirë gjatë gjithë ndeshjes, duke shënuar edhe një Eurogol që barazoi rezultatin e derbin e qytetit ndaj Dritës. Takimi përfundoi pa fitues 1-1. Pas pranimit të çmimit, Thaçi u shpreh i kënaqur me vlerësimin dhe theksoi rëndësinë e pikës së fituar në derbi. Një ndeshje që nuk bën me humb kurse se për shkak se është derbi i qytetit edhe një rivalitet shumë i madh që nuk luhet vetëm për neve futbollistat, po luhet për një spektër pak më të gjon që janë tifozërit që nuk bën me humb asesi. Edhe na e kemi filluar shumë keq sezonën, mirë po këto 50 ndeshjet e fundit mendoj që kemi arrit pak më u rikthy, kemi marrë disa fitore edhe na u ka deshtë edhe këtë ndeshje me arrit, kemi luftu për me fitu, mirë po nuk arritëm me fitu, arritëm ta barazojmë ndeshjen e ta mbyllim me barazim, që nuk është edhe në ndonjë rezultat shumë i keq për shkak se në futboll me këto ndeshje derbi që janë nuk bën asnjë mi humb. Mendoj që në klubin e Gjilanit janë bërë shumë investime edhe ndoshta ajo hall ka kryesor apo ai zinxhiri kryesor që ka dështu në këtë sezon jemi ne futbollistat për shkak se nuk kemi arrit
me u komponu apo me u lidh me zvete që me fitu ndeshjet. Edhe është një realitet që duhet me pranu, sepse gjithë atjerat kanë qenë rregull, mirë po ne futbollistët kemi qalu. Këto 5-6 ndeshjet e funit kemi arrit me u rikthy, mirë po prap duhet disa ndeshje që me i barazu apo me i rikthy ato pikë që kemi humbur. Po është një çmim individual që po e marr unë, mirë po është merite gjithë futbollistave, stafe që ka arrit me rikthy atë vetbesimin në ekipin futbollista, dhe normal që është merite gjithëve. Do shta këtë çmim duhet të dedikojmë edhe tifozëve për shkak se është lojë, kjo derbi është për ta, dhe normal që çdo rezultat pozitiv, normal që i dedikohet posaçërisht tifozëve. Vlerësimi për yllin e javës është bërë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paditur BBC-n me $10 miliardë duke akuzuar për manipulim të fjalimit të tij të 6 janarit 2021 dhe për ndikim të qëllimshëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Presidenti Amerikan Donald Trump ka ngritur padi kundër transmetuesit publik britanik BBC duke kërkuar $10 miliardë dëmshpërblim për shkak të asaj që ai e cilëson si manipulim të qëllimshëm të fjalimit të tij të 6 janarit 2021 të transmetuar në dokumentarin Panorama. Sipas padisë së dorëzuar të hënën mbrëma në gjykatën federale për distriktin jugor të Floridës, BBC ka bashkuar 2 pjesë të ndryshme të fjalimit të Trumpit të mbajtura rreth 30 minuta larg njëra tjetrës, për të krijuar përshtypjen e rreme se ai kishte nxitur drejt për drejt turmën për trazira dhe për sulmin ndaj Kongresit Amerikan. Në dokumentet gjyqësore thuhet se dokumentari është transmetuar një javë para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, në të cilat Trump ishte kandidat dhe se ky veprim përbën një përpjekje flagrante për të ndikuar dhe ndërhyrë në rezultatin e zgjedhjeve në dëm të presidentit Trump. Megjithatë, sipas burimeve të cituara në padi, dokumentari është transmetuar vetëm në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka qenë praktikisht i parritshëm për audiencën amerikane. Trump e padit BBC-n për shpifje të rëndë dhe për shkelje të ligjit të Floridës për praktika mashtruese dhe të padrejta tregtare, duke kërkuar nga $5 miliardë dëmshpërblim për secilën akuzë. Presidenti Trump kishte deklaruar më herët nga zyra ovale se padia do të depozitohej në gjykatën federale në Miami, gjë që tashmë është konfirmuar nga dokumentet zyrtare të gjykatës. Operacionet amerikane kundër rrjeteve të trafikut të drogës në ujrat ndërkombëtare po shkaktojnë debat, pasi Komanda Jugore e SBA-s ka konfirmuar një tjetër aksion të armatosur në paqësorin lindor me pasoja vdekjeprurëse. Komanda Jugore e Shteteve të Bashkuara ka publikuar pamje që tregojnë goditjen e 3 anijeve të dyshuara për trafik droge në oqeanin paqësor lindor. Sipas autoriteteve amerikane, si pasojë e sulmeve kanë humbur jetën 8 persona që ndodheshin në anije. Në njoftimin e publikuar në platformën X, Komanda Jugore e SBA-s ka bërë të ditur se anijet janë goditur teksa lundronin në rrugë të njohura të trafikut të drogës dhe ishin të përfshira në kontrabandimin e narkotikëve. Operacionet kundër anijeve të dyshuara për trafik droge janë intensifikuar që nga vera si në brigjet e Venezuelës ashtu edhe në paqësorin lindor në kuadër të një fushate të quajtur Southern Spare. Megjithatë, këto goditje kanë nxitur shqetësime në rritje në mesin e ligjvënësve dhe zyrtarëve amerikan, të cilët kanë vënë në pikpyetje ligjshmërinë e tyre, duke i cilësuar disa prej tyre si veprime jashtëgjyqësore. Për shkak të këtyre shqetësimeve, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth dhe sekretari i shtetit Marco Rubio pritet të paraqiten të martën para një seance të mbyllur të Senatit amerikan, ku do të japin sqarime lidhur me këto operacione dhe pasojat e tyre. Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.